Ebu Ibrahimi transmetoi: "Njëherë, isha duke udhëtuar në shkretë të tjerë dhe humba rrugën. E pash një tenë të vjetër dhe u ndalova. U afrova dhe pash në të. Aty ishte një njeri ulur në tokë dhe plot qetësi. Duart i kishte të amputuara, ishte i verbër dhe jetonte vetëm. E dëgjova duke i përshpëritur disa fjalë. U afrova ta dëgjoja dhe më mahniti ajo që thoshte. Të gjitha falënderimet i takojnë Allahut, i cili më ka favorizuar ndaj shumë prej krijesave të tij." U çudita nga fjalët e tij kur pash gjendjen e tij. Shumica e shqisave kishin shkuar. Të dy duart i kishte të amputuara. Ai ishte i verbër. Nuk e di si ja dilte të ndihmonte veten. Pash për rreth në kërkim të ndonjë fëmije që i shërbente, ose ndonjë bashkëshorteje që e ngushëllonte. Mirë po nuk pash askënd. Kur u afrova, ai dëgjoi lëvizjet e mia dhe pyeti: "Kush është?" Ju përgjigja: "Selam aleikum. Unë jam një udhëtar që e kam humbur rrugën, që jam dalur pranë tendës tënde. Po ju kush jeni? Pse jetoni vetmuar në këtë vend? Ku e keni familjen, djalin, të afërmit?" Ai u përgjigj: "Unë jam një person i smur. Njerëzit më kanë braktisur dhe shumica e anëtarëve të familjes së ngushtë më kanë vdekur." I thash: "Të dëgjova duke përsëritur fjalët: Të gjitha falënderimet i takojnë Allahut, i cili më ka favorizuar më tepër se shumë prej krijesave të tij." "Si të ka favorizuar? Ti je i verbër, i varfër, pa duar dhe i vetmuar." Ai tha: "Do të tregoj për këtë. Mirë po, më duhet ju kërkoj diçka. A më përmbushni kërkesën?" I thash: "Më trego, se unë do ta përmbush kërkesën tënde, inshallah." Ai vazhdoi: "E sheh se Allahu më ka sprovuar me shumë fatkeqësi. Megjithatë, të gjitha falënderimet i takojnë Allahut, i cili më ka favorizuar më tepër se shumë nga krijesat e tij. A nuk më ka dhënë Allahu mendje? Unë kuptoj me të, veproj me të dhe meditoj me të." "Po," i thash. Ai vazhdoi: "Sa njerëz të çmendur gjen në botë?" "Shumë," i thash. Ai tha: "Falënderimi i takon Allahut, i cili më ka favorizuar në shumë mënyra në krahasim me këta njerëz. A nuk më ka dhënë Allahu shqisën e të dëgjuarit? Unë me të dëgjoj thirrjen për namaz, e kuptoj të folurit e njerëzve dhe e di se çfarë po zhvillohet përreth meje. Sa njerëz të shurdhër ekzistojnë në botë, të cilët nuk mund të dëgjojnë?" "Shumë," u përgjigja. Ai tha: "Të gjitha falënderimet i takojnë Allahut, i cili më ka dhënë shqisën e të folurit dhe më ka favorizuar më tepër se të tjerët që nuk e kanë këtë shqisë. A nuk më ka dhënë Allahu gjuhën? Me të e përmend Zotin tim dhe e përdor për të shpjeguar nevojat e mia ndaj tij." "Po," u përgjigja. Ai tha: "Sa njerëz me mec gjenden në tokë, të cilët nuk mund të flasin?" "Shumë," thash. Ai pastaj tha: "Të gjitha falënderimet i takojnë Allahut, i cili më ka favorizuar ndaj krijesave të tjera në shumë mënyra. A nuk më ka bërë Allahu musliman? Unë adhuroj Zotin tim, shpresoj në shpërblimin e tij dhe bëj durim në fatkeqësitë e mia." "Po," u pajtova. Ai vazhdoi: "Sa shumë njerëz në botë janë adhurues të idhujve dhe sëmundje e gjenë në këtë gjendje. Ata e humbin këtë botë dhe botën tjetër." Plaku vazhdoi të numëronte mirësitë e Allahut ndaj tij. Mua më mahniti forca e besimit të tij, forca e sigurisë së tij dhe kënaqësia e tij në atë që Allahu i ka dhënë. Sa shumë të sëmur ka që as çerekun e sëmundjes së tij nuk e kanë. Mirë po janë pa shpresë, plot ankesa, pajtime dhe mos pajtime me fatin. Atyre u mungon durimi dhe bindja se sikur të pajtohen me gjendjen e tyre, shpërblimin që do të merrnin do të mjaftonte. U zhytan mendime dhe asgjë nuk do t'i ndërpriste mendimet përveç fjalëve të plakut kur më tha: "Of, atë përmend kërkesën time, a e përmbush atë?" I thash: "Po, inshallah. Cila është kërkesa jote?" Ai e uli kokën për një kohë dhe pastaj e ngriti kokën dhe lotët i rritnin poshtë faqeve. Ai tha: "Asnjë nga anëtarët e familjes nuk më ka mbetur përveç një djalit të vogël.
Ai është 14 vjeç. Ai më ushtjen, më jep ujë, më ndihmon të marr abdes dhe kujdeset për punët e mia. Ai ka dalë një mëngjes dhe nuk është kthyer më. Nuk e di a është gjallë që të mbaj shpresë në të, apo ka vdekur dhe ta harroj. Siç e sheh, unë jam plak dhe i verbër. Unë nuk mund ta kërkoj atë vet. I kërkova të më përshkruante. Dola duke mos e ditur ku ta kërkoja djalin dhe në cilin drejtim të nisesha. Derisa po ecja në kërkim të ndonjë njeriu që ta pyesja për të, syt më shkuan te një kodër e vogël afër tendës së plakut. Aty pash një grumbull sorrash që ishin mbledhur rreth diçkaje. Më kujtua se ato nuk mblidhen në atë mënyrë, përveç se nëse mblidhen rreth ndonjë cofërine ose ndonjë ushqimi. Shkova te mali dhe eca drejt sorrave, të cilat u shpërndan kur u afrova. Kur pash vendin ku ishin mbledhur e pash kufomën e një djali të bërë cop. Duke se e kishte sulmuar në një ujk. Një pjesë e kishte ngrënë, ndërsa pjesën tjetër e kishte lënë për sorra. Zemra më mbush me mërzi për plakun e ngratë. Zbrita nga mali duke i tërhequr këmbët zbarr, i humbur midis pikëllimit dhe hutis. Mendoja me vete, a të shkoj dhe ta lë plakun të ballafaqohet me fatin e tij, apo të kthehem dhe ta informoj për të birin e tij. U nisa drejt tendës dhe osa u afrova të gjoja të zbi, subhanallah dhe tehlil, la ilaha illallah. Isha me dy mendje. Çfarë ti thosha? Dhe si t'ja filloja? Atëherë më kujtua tregimi pejgamberit Allahut e Jubit, alayhis salam. Hyrët e plakut dhe e gjeta në të njëjtën gjendje që e kisha lënë. E përshëndeta me selam. Plaku priste me padurim ta shitet birin. Ai më mirëpriti dhe më pyeti: "Ku është djali?" I thash: "Përgjigju në pyetjen time. Kush është më i dashur tek Allahu, ti apo Ejubi alayhis salam?" Ai tha: "Në të vërtetë, Ejubi alayhis salam është më i dashur tek Allahu." E pyeta: "Cili prej ju të dyve është sprovuar më shumë?" Më tha: "Ejubi alayhis salam." Atëherë i thash: "Mbaje shpresën në shpërblimin e Allahut për humbjen e birit tënd." Trupin e të cilit e gjeta në majtë e një mali. Ujqërit e kishin ngrënë. Plaku filloi të qante pa kontroll dhe përsëriste: "Nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush përveç Allahut." Përderisa unë përpiqesha ta qetësoja dhe t'i kujtoja se duhet të ishte i durueshëm. Vonë të qarit e tij u shtua, saqë mendova se po vdes. Fillova t'i kujtoja shahadetin. Në fakt, ai vdiq para syve të mi. E mbulova me një batania dhe dola të kërkoja ndonjë person që të më ndihmonte ta varrosja. I pash 3 burra duke kaleruar mbi kuaj, të cilët dukeshin si udhëtar. I thira. Ata u nisën drejt meje. U thash: "Ka vdekur një musliman këtu afër dhe nuk ka ndonjë njeri që ta varros. A më ndihmoni ta lajta që pinos dhe ta varros?" Ata u pajtuan. Ata hynë në tendë dhe shkuan tek trupi i tij për ta bartur jashtë. Kur i zbuluan fytyrën, të gjithë bërtitën: "Ebu Kilabe, Ebu Kilabe, Ebu Kilabe." Ishte njëri nga dietarët e tyre. Allahu kishte dashur që ai të sprovohej me shumë sprova, dhe kur ato e kishin rënduar, ai ishte izoluar nga njerëzit dhe kishte shkuar të jetonte në një tent të vjetër. Ne e kryem obligimin ndaj tij dhe e varrosëm. Pastaj shkova me ta deri në qytet. Kur më zuri gjumi natën, e pash Ebu Kilabe në ëndër, në një gjendje të mirë. Ai kishte veshur rroba të bardha dhe kishte trup të plot. Ai po ecste në një fushë të gjelbër. E pyeta: "Si arrite atë që po e shoh? Si e arrite atë që po e shoh?" Ai u përgjigj: "Zoti im më pranoi në xhenet dhe melekët më thanë: Shpëtimi qoftë mbi ju për durimin që keni treguar në jetën e kësaj bote. Sa vend banim i bukur që është ky." Kam bërë një përshtatje të vogël të këtij tregimi, i cili gjendet në Siyar el Alam en Nubela të Imam Dhahebiut. Allahu e past mëshiruar.